Nëse mund është me kry që t'luj, je ma i meshëm se njerëzit e tjerë. Nejse, si bjen bashkë qështu. Kjo lojë është bo virale në TikTok edhe ideja është që ti duhesh me i thonë disa fjallë shumë të ngjajshme në gjuhën angleze sipas një ritmi të caktuar. Kur fillon loja, je krejt në rregull në fillim, po sa ma shpejt shkon ritmi, truni fillon me tu blloku. Sipas Edison edhe McDonald, të folurit edhe memoria janë të lidhura ngushtë mes veti. Kur fjalët ose emrat janë të ngjajshme në tingull apo kategori, ato hyjnë në konkurrencë në tru edhe nën presion në kohë, gabimet bëhen shumë më të mundshme. E tash shtoj aksoj edhe ritmin. Nëse je veç tu mendu çka me thonë, po edhe kur me e thonë, kjo vështirësohet këgja shumë. Studimet e zhank tregojnë që ritmi i jashtëm, sidomos kur është i përsëritshëm si kjo muzikë, e kuvizon mënyrën se si truni planifikon të folurit. Me fjalë të tjera, ritmi po ta dikton strukturën e fjalisë para se ti me qenë i vetëdijshëm për të. Lojrat kërkon me gjetë një emër të ri, por edhe me thonë sakt sipas ritmit pa e përsërit edhe pa u vënu. Kjo është një detyrë dyfisht për trunin. Një pjesë po e menaxhon memorien verbale, e tjetra po e ndjek ritmin. Këto studime matutje tregojnë se kur dy procese kognitive kërkojnë vëmendje në të njëjtën kohë, performanca bjen edhe nëse detyrat duken të lehta veçmas. Prandaj kur gabon në këtë challenge nuk është që si i shpejt ose i mençëm mjaftueshëm, po thjesht truni yt po mundohet me i koordinu gjuhën, memorien edhe ritmin në të njëjtën sekondë. E ti, kallëzëm deri ku ke shku në këtë lojë edhe për më shumë video si kjo, subscribe për banin YouTube edhe në krejt platformat e tjera.